هي جنة طاب وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na lehtësoi dhe na mundsoi ta përjetojmë këtë muaj. Lutim Allahun Azza wa Jall që mos ta ban nga të privuarit nga mirësit e këtij muaji. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu mirësit e këtij muaji nga ne t'i pranon. E ne pasi që kemi pyetje të shumta, e pam të arsyeshme dhe sot të flasmi, të i përgjigjemi, që të plotësojmë dëshirën dhe kërkesën e të pranishmive, të cilët parashtruan pyetje me shpresë që të mësojmë nga dini Allahut Azza wa Jall çka nuk dim dhe të hatrojmë ata të cilët i kemi harruar. Vazhdojmë me pyetjet në vijim që li thot: Assalamu alaikum hoxhi nderuar, dëshiroj të di rreth tefsirit tradicional dhe racional. Dhe çfarë mendimi ka në ehli sunneti dhe cilit i jepni përparësi a tefsirit racional apo tradicional, një sqarim inshallah. Sa i përket tefsirit, tefsirin e kanë ndarë në disa lloje. Siç e theksoi, tefsiri tradicional që në gjuhën arabe i thojnë et-tefsiru bil ma'thur. Çka do me thonë tefsir tradicional? Tefsiri tradicional do të thotë sqarimi i ajeteve me ajet, apo me hadith, apo me fjalë të sahabëve. Këtij lloji të komentit i thojnë tefsir tradicional. Siç për shembull, thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim." Suratul Baqara. Thot Allahu Azza wa Jalla ndëgjoi disa fjalë nga Ademi a.s. dhe e afali gabimit a.s. nga se Allahu është falës dhe është i mëshirshëm. Cilët janë këto fjalë? Në suratul A'raf ka ardhur dhe na i ka sqaruar fjalë të cilët i tha Ademi a.s. ja tha Allahut: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pra Ademi dhe Hava ju drejtuan, thot, me këtë fjalë Allahu duke thonë: Rabbana zalamna anfusana, o Zot, ne i kemi bon pa drejtësi vetës tonë. Nëse nuk na fal gabimin, nuk na mëshiron, do të jemi nga të humburit. Pra kjo ajet me ajet ka komente ajet me hadith, dhe ka komente ajetin e komentojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtij lloji të tefsirit i thojnë tefsir tradicional, dhe s'ka dyshim se ki ka përparësinë dinin e Allahut përderisa ai sakt. Për çka se ma mirë që din me komentu fjalën e Allahut, ma mirë se Allahu, a ka dikush tjetër? Komentator ma të mirë se pejgamberit Allahut, a kemi dini tjetër? Shokët e pejgamberit Allahut që e përjetuan zbritjen e vahit,
A ka dikush që e kupton Kurani Kerimin ma mirë se shokët e pejgamberit Allahut? Jo, vetëm në hadithet e pejgamberit Allahut dhe fjalët e sahabëve kushtëzohet tek tefsiri tradicional të jetë i vërtet. Pra hadithet dhe fjalët e sahabëve të jenë të vërteta. Dhe për këtë arsye tefsirat e parë i kemi në metodën tradicionale. Në veçanti si për shembull tefsiri Imam Tabariut, që neve tefsirit më i vjetër që na ka arrit në dorën tonë. Edhe pse para Imam Tabariut ka pas tefsira, me tefsirat e tabiinëve megjithatë nuk janë në dorën tonë. Tefsiri më i vjetër që ka arrit në dorën tonë është tefsiri Imam Tabariut, që ka vdek në vitin 310. Dhe shkurtimisht e ka shkurtu këtë tefsir, e ka përmbledhën Imam Ibn Kathiri. Tefsiri Ibn Kathirit është një përmbledhje e tefsirul Imam Tabariut, me disa dallime që Imam Ibn Kathiri është përpiq që të ban dallimin mes transmetimeve të vërteta dhe jo të vërteta. Dhe ka transmetu gjithashtu dhe transmetime jo të vërteta, megjithatë ka tregu se a janë të vërteta apo jo. Në përjashtim të disa vendeve, pra Imam Ibn Kathiri ka mjaftu me transmetim dhe s'ka bo dallimin e nxënësi Sheikh Albanit, pra njëni prej atinve që e ka pastru tefsirin e Ibn Kathirit nga transmetimet e dopta, është nxënësi Sheikh Albanit Muhammed Nasib Er-Rifai, që shumë shpejt do të kena pranë durve tonë. Pra inshallah do të është duke u përkthyer në gjuhën shqipe tefsiri i Muhammed Nasib Rifait, tefsiri Ibn Kathirit bi ikhtisar, pra me shkurtim të Muhammed Nasib Rifait, që Sheikh Abdul Qadir Arnauti rahimahullah, ai i cili kur ishmi talebe në Sham, çdo talebe që shkon te ai thonte, pra ti mas e ke mësu gjuhën arabe, e merr një tefsiri thojnë kështu, pra për këtë tefsirin e Muhammed Nasib Rifait, që e ka shkurtu tefsirin Ibn Kathirit, e mëson fikun e fiqhus sunne në atë kohë të Sejid Sabikut, e mëson këtë libër dhe shko banda vetë mos më rri këtu. Pra Imam Sheikh Abdul Qadir Arnauti thonte mos rri mu boj Ibn Hajar Asqalani se së në bojë si aj. Pra ata dhe shpesher unë i thojshna Sheikh Abdul Qadir Arnauti më shele pak derën, mos i prano ka shumë misafir se po të angazhoj. Tha, qka baj? Tha e shkuj një libër. Tha ma mirë se Ibn Hajar Asqalani se në shkruj. Një. E dita, Ibn Hajar Asqalani tha se ka në shkujt këtë libër me lonë në raft, po e ka shkujt që na me ledzu, me ja galzu popullit. Pra për ata ne jemi përkthiesit e librave të ulemave që kanë kontribu që afrojnë popullit. Pra atë ki këtë metod, këtë manire shifë të Sheikh Abdul Qadir Arnauti, edhe pse ka qenë prej muhaddithëve më të zjuar. Na tregon të si e ka mësuan Sahih Muslim. Sheikh Abdul Qadir Arnauti me një kohë ka dhonë mësim në shkollën fillore. Tha mes pushimeve kur u shloshin ato, tha unë rishta në klas, i mësojsh në disa hadithe, kështu deshti Allahu për një kohë shkurt, tha e mësova Sahih Muslim. Pra ka qenë i zgjut, i mpret, i dalluar. Ka qenë ma i zgjut gjithashtu se Sheikh Albani, po për dallim prej këti nga se ki, ka qenë komunikues me xhamatin dhe ja ka dhoni jetën e atij xhamatit, ndërsa Sheikh Albani Allahu e mëshiroft është izolu dhe i ka i bon hizmet hadithit pejgamberit Allahut. Pra si cili e ka bon një punë madhështore, lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu veprat e tyre t'i kesh pranu dhe Allahu Azza wa Jall ato t'i ketë mëshiru. Tefsiri tradicional kja është tefsir ajet me ajet, ajet me hadith, ajet me fjalë sahabëve që ka i thoi, tefsiru bil ma'thur, me tradit që ka ardhë, e tefsiri bashkohor, ma i miri, në këtë tematik që është komentu ajet me ajet, edhe pse se ka përfundu a i vdic në mesin e jetës, pra Muhammed Emin Shankiti, Adwaul Bejan,
koment Kurani Kerimit ajet me ajet. Sahih Bukharin e kanë komentu shumë dietar. Arrin më shumë se 20 komente. Cili është më madhështor? Cili ka pas prani më shumë në mesin e popullit? Ibn Hajar Asqalani Fathul Bari. Pa Fathul Bari derisa disa mendojnë se Imam Bukhariu Sahihun nuk ja ka shpjegu vetëm Ibn Hajar Asqalani. E dini pse? Për shkak se Ibn Hajar Asqalani dallohet nga komentet e tjera, nga se hadithin e pejgamberit Allahut e ka komentu me hadith. Pra i cili e lexon Fathul Bari parafërsisht 80% të hadithit pejgamberit Allahut kalojnë në dorën e tij. Pra i cili e lexon Fathul Bari parafërsisht thuaj se amen gjithë hadithet e pejgamberit Allahut i kanë kaluar nëpër dorë. Pse? Se Imam Ibn Hajar Asqalani 16 vite me radhë ka qëndru mbi hadithin e pejgamberit Allahut duke komentu hadith me hadith. Kjo është veçoria e komentit të Ibn Hajar Asqalanit që dallohet nga të tjerë. Kur ishmi talebe gjë, disa hanefi talebe që s'kishin aben hadithin e pejgamberit Allahut, shkojshin e blejshin Umdatul Qari, komentin e Imam Bukhariut, pra që e ka bo ajniu nga se thonë të ki hanefi. Ibn Hajar Asqalani Shafi. Pra leo të ndërsëm, është e vërtet se a i ka prun diçka që i kis ka prun. Me gjithata, nuk është Ibn Hajar Asqalani komenti Fathul Bari është mbi gjithë nga se e ka komentu hadith me hadith. Dhe me thonë që ka do me thonë tefsir tradicional. Tefsir tradicional kjo do me thonë me spjegu ajetin me ajet, ajetin me hadith, ose ajetin me fjalë të sahabe. Ndërsa, tefsiri racional do të thot, në gjuhën arabe i thojnë e tefsiru bir rai, me komentu Kurani Kerimin me logjik. A lejohet, as lejohet. Komenti Kurani Kerimit me logjik, me ijtihad, lejohet nëse i përmbush mufesiri këta kushte. 4 kushte elementare. E para, që të ketë mbështetje në komentin e tij me hadithet përgjithshme të pejgamberit Allahut me kusht që hadithi mos të jetë i dopt apo i rrenjsh. Kushti dytë, që të merë referencë që të ketë gjithashtu fjalë të sahabëve përderisa janë të vërteta. Kushti tretë, të përputhet komenti atij me gjuhën arabe. Pra gjuha arabe e përmban atë kuptim. Nëse se përmban, nuk pranohet. Pra të i përmban të rregullave të gjuhës arabe nga se Kurani Kerimi ka zbritën në gjuhën arabe. E katra, të përputhet komenti i tij me themelët, bazat e sheriatit në përgjithësi. Pra mos delpi kornizave të sheriatit. Kja është lloji i ijtihadit, siç kanë thonë disa dietar, pejgamberi Allahut që e ka bon dua për Ibn Abbasin. Çka ka thonë pejgamberi Allahut për Ibn Abbasin? Abdullah ibn Abbasin ka bon dua, ka thonë Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. O Zot, mësoja fen dhe inspiroja komentin. Pra komenti inspiruar. Ashtë ki lloj që i thojnë racional. Këto janë kushtet esenciale. 4 kushtet dhe të ruat prej 2 apo 3 rështitjeve. E para, zgudzon që të komentohet me logjik ajo çështje që Allahu Azza wa Jall e ka rujt këtë dituri vetëm për veten e tij. Thotë Allahu në Kurani Kerim: "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Tek Allahu janë çelësat e fshehtësirave, e gajbit. Nuk i din askush vetëm Allahu. Me shku njënin i mufesir, me i komentu cëllët gjonat gajbit që Allahu i din, ka gabu. 2. Nëse flet për qenien e Allahut, si është Allahu, flet për cilësit e Allahut dhe i përshkërun ata, ka gabu. Nuk pranohet ki koment. Pse? Për shkak se këto janë fshehtësira, dituri që Allahu Azza wa Jall e ka rujt në vetën e tij. 2.
Gjithashtu duhet ketë parasysh se atë dituri të cilën Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë veç pejgamberëve, nuk guxon ai që e komenton Kur'anin Kerimin që të ketë referencë dikën tjetër pos pejgamberin Allah. Si për shembull, ku të flet për nasikh wa mansukh, cila është anuluar dhe cila veprohet me ta. A lejohet njeri me logjik të thotë me këtë ajet punohet, me këtë as punohet? Jo, për shkak se ka të bëjë me historinë dhe këtë nuk e din vetëm pejgamberi Allah. Nëse flet mbi asbabun nuzul, shkaqet e zbritjes, a lejohet me logjik që ajet ndoket ka zri për këta? Jo, për shkak se duhet të referencë nga se ka të bëjë me historinë. Nëse flet për popujt e lasht, popullin e Themudit, popullin e Adit, popullin e Nuhit, popullin, a i lejohet këti të flet me logjik? Nuk lejohet të jap mendim se populli i Themudit ka jetu këtu, ka bo kështu, ka bo ashtu. Jo, duhet të ketë referencë historinë edhe transmetime të vërteta, pra çdo ajet që duhet të ketë argument në ta, apo ajetet e akidës që nuk lejohen që të komentohen birai me logjik, ndërsa ajetet të cilët ka hapësirë të ketë ijtihad, kur i plotson kushtet lejohet. Pra ajetet i thojnë mutashabihat, ka ajetul muhkamat wa ajetul mutashabihat, pa ka ajetet të qarta të cilët nuk përmbajnë vetëm një kuptim. Ajetet mutashabihat, dikush ka thonë ajetet e pa kuptuara, sa është vërtet. Po ajetet të cilët nuk i kupton çdo kush. Thot wa amma alladhina amanu, ndërsa ata të cilët kanë besu, çka thonë? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil ilm. Pra ajetet të cilët kanë më shumë se një kuptim, nuk janë të qarta, tha nuk i din këto vetëm Allahu dhe ata që kanë dituri. Nëse fjala wa është harf atf, gjuhën arabe është lidhëse. Nëse është lidhëse, në këtë rast, ata të cilët e lexojnë këtë ajet, ka thonë wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Nale që tu, a di çka do me thonë? Nëse nale që tu, do të thotë këtë koment nuk e din vetëm Allah. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Dërsa dietarët thonë e besojmë pa u zhit në ta. Cilët çështje? Pra besojmë na se Kurani i Kerimi ka zbrip Elif Lam Mim Taha. Dhe njëri thot Taha është për qëllim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se ka se thot ma anzalna alejke l-Qur'an li tashqa. O Muhammed, Kur'anin ti të s'ta kena zbrit. Sa është vërtet? Fjala Taha, fjala Alif Lam Mim, fjala këto janë harfat Kurani i Kerimit. A kanë kuptim? A kanë të një fshatësi? Nuk ka fshatësi në ta përpos që Allahu ka desht arabëve që t'ju thot se ki Kur'an të cilët ju gjetët të paaf të përpiloni, ki ka zbrit në gjuhën e jube, a nuk flitni ju me këtë shkronja? A janë pjesë e alfabetit tuaj? Elif Lamim, Haja, Mimi, Kefi, Aini, Sini, Sadi, a nuk janë shfjarët e juve? A është abetarja juaj? Abetarja joj. Pse kejtë projekt, pse nuk i ka përfshi 28. Pra nëse e shletojmë Kurani i Kerimin, 14 harfe janë përmenë në fillim të surave, ndërsa 13 apo 14 janë lënë anonim. E dini pse? Kjo është hikmeti dhe urtësia, për shkak se Allahu ka thonë, pra një pjesë duhet që ta shifsh, është pjesa e cilët dokument, argument për ti, që nëse ti këto të mjaftojnë që të kalosh në besim. Pjesa tjetër është besim. Walladhina yu'minuna bil ghaib. Kështu veçohen. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Dhalika alkitabu la rayba fi. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Ki Kurani i Kerim është udhërëfies për të devotshmit që e besojnë të fshehtën pa e po. Pra ata Allahu Azza wa Jall i ka prunë vetëm një pjesë të shkronjave e pjesën e tjetër të alfabetit të abetarës së gjuhës arabe nuk e ka prunë, që ti të besosh, pra mjafton ti një pjesë e shkronjave që të ka ardhur që ki Kurani i Kerim ka zbrip gjuhën arabe. Pra tefsiri racional nuk është i pranuar krejtësisht. Nëse i plotson kushtet ai që e komenton dhe nuk zhitet në atë të ndaluar pranohet, nëse nuk përputhet me sheriatit, ndeshet me sheriatit, nuk pranohet, ndërsa tefsiri tradicional
në përgjithësi pranohet me kusht nëse është i vërtet, transmetimet e dobta nuk pranohen, Allahu më mirë din. Selam aleikum, o nderuar, deshta një sqarim rreth hadithit që transmeton Ebu Hurajra nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë: hebrejtët u ndan në 71 apo 72 grupe. Krishterët u ndan në 71 apo 72 grupe, kurse ummeti im do të ndahet në 73 grupe. Deshta të pyes në grupin e fundit a bin shiat, a vetëm përmendet ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, musliman përgjithësi. Pra pyetje të cilët delikate. Për këtë hadith kanë bën doktoraturë. E pastaj po më thoi neve shkurt. Po shkurtë? Apo do gat, apo do për çiketan një ligjerot. Ë? Pa ne do t'i kalojmë pyetjet inshallah me gjithë ato të cilët janë të domosdoshme që të dinë mbi këtë hadith pejgamberit Allahu do ta përmend. E parë, disa e kanë mohu këtë hadith, nuk kanë argument për mohimin e këtij hadith. Këtë hadith e kanë nxjerrë Ibn Majah dhe Imam Ahmedi dhe disa dietar të ehli sunnetit, e transmeton Ebu Hurajra, transmeton Enes ibn Malik, e transmetojnë disa që pejgamberi Allahut ka thonë: krishterë që i futet janë ndonë 71 grup, 70 në xhenem, në një transmetim, një në xhennet. Që i futet. Dhe që i futet ai në xhennet? Jo. E që shinën ato? Pra ata që ishin fejnë e Musait, është për qëllim. Krishterët janë ndonë 72 grupe, 71 në xhenem, një në xhennet. Krishterët ai në xhennet? Jo. Pa e ka për qëllim ata që e ndjekën e pasuan e besuan Isai'n a.s. Pra e ndjekën besimin e sakt. Thot ummeti im ka për të ndonë 73 grupe. Ta shë kuptum se po hami njoni me qetër. Kërejt në xhenem përvec se një. Tha një Rasulullah, cili është grup që është në xhennet? Tha el gjemah, gjemoti. Ta këshimi kur cëllë është ma kallaballëk, po shkojmë të qaj. Jo be haku është me pakicë. Atërë si, gjemot do të thot ai që qëndron dhe e pason pejgamberin e Allahut hec mas hapëve të tij. Pra hadithi është hasan i mirë. Sheikh Albani e konsideron prej haditheve të vërteta, atë shumë transmetime ka në këtë hadith derisa ngritet prej shkallës së mirë dhe bëhet sahih li ghairi. Për ata të cilën mirën, pra në shkencën e hadithit, pra hadithi është i vërtet. Ka transmetime të dobta, është i vërtet. Ka transmetime shumë të dobta rreth këtij hadithi, mirë po ky hadith është e para i pranuar. 2. 73 grupe, cilët këto grupe janë? Qa është për qëllim 73? Ulemat e ehlisunetit janë nda në di grupe. Në komentin e numrit 73. Disa kanë thonë 73 është për qëllim 73 grupe fix. Për këtë arsye ato janë përpiqen që t'i numrojmë këtë grupe. Prej këtyre Ibn Abi Hatim në librin e tij Ez-Zine a përpiq që t'i numron 73 cilët janë. Gjithashtu e ka bën dhe Ibn Jauzi në librin e tij Telbisul Iblis. Gjithashtu ka bën El Imam Al-Baghdadi në librin e tij El Farqu Bain Al-Firaq. Po ashtu ka hecë në këtë rrugë dhe Imam Sahrstani në librin e tij El Milal wa Nihal dhe Imam Al-Malti në librin e tij Tanbih wa Rad dhe Imam El-Keskani në librin e tij El-Burhan. Këto këtë dietar të cilët janë përpiqur që të numërojnë këto 73 grupe, 72 grupe në veçanti, kush janë këto? Për shkak se këto e kanë marrë numrin 73 fiks kaç duhet bekon. E pastaj janë ndonë dimendime. Këta të cilët kanë anu që numri 73 janë ndonë dimendime. A kanë dalë deri tash këto apo pritet me dalë edhe në tarmën dhe një? Dimendime. Dimendim kanë thonë se janë shfaq të gjithë. Dhe zanafile e këtinve, burimi këtinve, këto kanë ndalë prej 7 gabimeve. Baza e kësaj, temeli i përçarjes daljes për sunetit a 7 çështje. Dhe këta e thot Imam Sanani. Imam Sanani thot burimi i këtire 73 grupeve a në 7 devijime. E para, thot ehlu të shbi, el mushebbia,
thot kanë gabu në qenjen Allahut. El Gjehmije, Gjehmit, thot kanë deviju në çështjet e sifatëve të Allahut. El Qaderije kanë gabu dhe kanë deviju në çështjet e veprimit të Allahut. Khawarijët thot kanë gabu në çështjet e kërcënimeve të Allahut. Murxhiet kanë gabu në çështjen e imanit, çështjen e besimit. Mu'tazilët kanë gabu në çështjen e Kur'anit dhe Rafidit kanë gabu në çështjen e imamit apo khilafetit. Këto janë 7 zanafilet të cilët thot prej cili sekt që devijon e ka burimin që to. A i cili devijon flet në qenjen e Allahut çka s'duhet me fol, tha e ka babgjishin e vet Elu Teshbi, Gjad ibn Derhemin apo të qerët. Ndërsa ai i cili flet në çështjet e sifatëve të Allahut, jo siç ka dashur Allahu, e ka babgjishin Gjehmi. Ai i cili flet në çështjet e veprimit të Allahut, se Allahu Azza wa Jall i ka kriju veprimet e njerëzve apo jo, jashtë e ka babgjishin Kaderi. Ai i cili flet në çështjet e kërcënimit të Allahut, ai e ka babgjishin Khawarij. Ai i cili flet jo ashtu e komenton imamin, e ka babgjish e Murxhiet. E ai i cili flet në çështjet e Kurani Kerimit, e ka babgjishin e atij Mu'tazilit. E ai i cili flet në çështjen e udhëheqit e khilafetit, jo në formën e ehli sunnetit, e ka babgjishin e atij Rafidi Shia. Kja është grupi i parë i dietarëve të cilët kanë thonë se numri 73 është për qëllim sakt 73. Grupi i dytë i dietarëve ehli sunnetit kanë thonë se fjala 73 nuk ka për qëllim fiks 73. Po arabët për shumë, kur të kanë thënë shumë, e kanë përdor 70-ën. Se kur na thot njëri i kam thonë 100 herë, s'merr vesh. A bash 100? Po jo me çati pari. Shumë herë domethënë, apo njëri 50.000 herë pi tham, s'po merr vesh. Pra shumë. Pa përdor të arabët numri 70 për shumë. Allahu ka thonë in tastaghfir lahum 70 marratan. 70 herë nëse lutesh. That Allahu nuk ja fal. Kuin munafikëve. Po nëse lutesh 71 herë, a ja fal? E amerit Allahu t'i thot Allahu në surat të Tobe, tha in tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfir Allahu lahum. Nëse lutesh 70 herë për to, Allahu si ja fal gabimin, kofrin e tyre. Po nëse lutet pejgamberi Allahu 71 herë, e fal? Jo, po 70 herë do me thonë nëse lutesh 700.000 herë. Fjala 70 në gjuhën arabe është për shumicë dhe unë anoj tek i mendim. I dytë që është për qëllim shumica. Kalojmë tjetrën. Thot min ummeti. Komentin e ummetit që cilët kanë dallu gjithashtu dietarët e ahli sunnetit në di grupe. Çka janë për qëllim? A do të dohet muslimanët apo do të ndohet një pjesë e muslimanëve do të kalojnë kufër? A do të dohet ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që i thojnë në gjuhën arabe ummetul ijabe, apo do të dohet në gjuhën arabe që i thojnë ummetud da'wa? Di mendim. Dietarëve të ahli sunnetit. Ummetul ijabe do të thotë a do të ndalë 73 grupe, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që ju ka përgjigj thirrjes pejgamberit, do me thonë, a do të dalë muslimanët, apo do të dalë ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë ummeti që ka ardhur pejgamberi Allahut mi thirr në Islam, ummetud da'wa. Kur do dalë? Mendimi i parë është më i saktë, unë si anoj këtë mendim. Nuk jam unë ai i cili ja kupton thamë ki më i saktë. Unë bazohem në dietarë të cilët kanë bën punimin këtë aspekt. Pra ummeti pe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do të ndodh bika. Do të ndodh pe bilikit. Para ta, kur e në fillim të Ramazanit dhe na nuk ngelëm me shumicën, po e banëm agjerim, edhe pse me shumicën të cilët pa të ndalë me shiqu, po të gjithë që pa të ndalë me shiqu nuk e pa në onëm. Dhe na banëm agjerim me to. E njoni ma kishkujt një koment se dela që dad nga kopeja e han ujku. E së nejtë a dhune pashkrujt. I thash në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, deja që undante nga kopeja sunnetit e hante ujku, ndërsa tash si peshof, tha ujqit pe i han kopen të cilët e kanë braktis sunnetin e pejgamberit. Pra leo të ndërsh, mendoj se nga kopeja e sunnetit pejgamberit Allahut,
nga kopeja e ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut ka lajmëruar që do të devijojnë 72 grupe, apo shumë grupe. Dhe kjo realitet. Khawarijët, Kaderit, Rafidit, Murxhiet, tjerë, Mu'tazilit dhe të tjerë. A nuk devijojnë? Esharit, Maturidit, për shkak mos mendoj dikur se këto janë ahli sunnë. Ahli sunnë, Esharit dhe Maturidit, inshallah Allahu ja mundson me dek në ahli sunnë. Ndërsa përderisa janë çashtu si janë. Ndar baba i tyre, stërgjishi i tyre Ebu Hasan Eshariu u kthi në ahli sunnë dhe vdiq në ahli sunnë. Ati nuk i pëlqejti ai që e shkrujti ai. Ati nuk i pëlqejti ai që e tha ai, pra ne e majmë vijen e ati kur ka qenë një periudhë, ndërsa nuk ja morëm me ati di libra që i kalon para jetës si argument kundra atinve të cilët e pasojnë akiden e Eshariut, pra Ebu Hasan Eshariut, që është distancu ai nga ky lloj i besimit për shkak se në ta nuk ka pas vetëm filozofi. Pra ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do ndahen. E tash njëri thot, ndarja e këtij a do të thotë bëjnë kufër? Ha? Dhe këto di mendimet e ahli sunnetit dhe xhamatit. Disa nga dietar kanë thonë ndarja e tyre që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për qëllim devijimi, dalja prej feje sikur xehmit. Në përgjithësi. Ndërsa grupi i dytë i dietarëve ka thonë devijim do të thotë me qenën nga ehli dalale, mos me qenë nga grupi shpëtuar, pala ndihmuar dhe nga grupi shpëtuar, kjo do të thotë ndarje. Ndarje jo ndeg, ndarje në konflikt, jo në ijtihad, ndarje në bazamen, në bazë dhe parime, ndarje parime. Keni pasi thotë Muhammed ibn Abdul Wahabi, bidati fillon i vogël, ama po përfundon i madh, tragjik. Udha ku ndahet fillim sa janë nis pin zero, apo të shku njëri në gjallë, njëri në shmaj, njëri në gjallë, ku të mërin a gjësa, njëri me distancën për qërët e ka 100 kilometra. Pra vleot të ndërshëm, njëri a shkon gjallë, njëri a shkon majnë. Fillim duket e thjesht, mbarim ashe modhë. Para ta dietar ka thonë fitnet, ku dëvin nuk i shofin mesin e mjegullave, turbullinave, sa fitne nuk shofin vetëm dietarët. Avom, njerëz e thjesht nuk kanë mundësi me depërtu me pa mjesin e mjegullave. Pse? Se si kanë dritët e mjegullave. Ha? S'ka dritën e mjegullave, s'ka cenzorë. Pra ata këta të cilën e shofin janë vetëm dietarët. Ndërsa kur kalon fitna, pastaj e shofin krejt. Pasi të kaloje. Pra ata dietarët nuk janë të shenjtëruar dinin tonë. Dietarët janë të respektuar që ka thonë Ibn Taymija, me to e kemi kuptu sakt kuptimin e Kur'ani Kerimit dhe sunetin e pejgamberit Allahut. Dhe dietarët me Kur'an dhe sunet janë ngrit. Pra dietarët janë që e shohin fitna para se me ardh, çka ka nda. Ndërsa avomi thonë jo mirë, apo shako, ha? Po mjegull e modhe thot kamera shi, po çfarë shivi marrë mjegull në tokë nuk bëhet shi. Megjithatë pasi të kalojë e shefse, kalon turbullira, kalon devijim, kalon pasoja, kalon, megjithatë nuk ka qenë e qëlluar, mirë po, Allahu i ka porosit besimtar në rast kritike ku të kthehen. Kur'an dhe sunet, po se kuptoj Kur'anin dhe sunet, ka thonë Allahu, wala uruddu ila rasuli, wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbituna min. Si të kthehen të pejgamberi, të dietarët e ummetit do ta kishin kuptu qartë çka do me thonë kjo. Hama atos janë kthia gjë, Allahu i ndeshkon për shkak mos kthirjes dhe mos porosisë që e kalon Allahu në Kur'anin Kerim që të kthehen të dietarët dhe të marrin mendimin e saktë. Këta ditë pejgamberit Allahut thonë ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do të ndahet në parime. Në parime devijuan Khawarijët. Në parime devijuan Murxhiet, në parime devijuan Kaderit, në parime devijuan El Gjeberije, në parime devijuan Shiat, në parime. Pra në parime kur devijon nga ehli sunneti dhe xhamati, nuk konsiderohet nga pala e shpëtuar as nga pala e ndihmuar. Është kafir.
Pra një mendim i dietarëve thot e ka për qëllim 70 grupe ato që dalin për islamit që nuk janë më musliman. Mirë po mendimi me i dit është ma i sakt, që umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do të dalin nga kornizat e ehli sunnetit dhe xhamatit bidatxhit. Dhe ato e meritojnë zjarin e xhenemit vetëm nëse Allahu i fal. Çka do me thonë do t'inë zjarë? A për gjithmonë jo, pse janë musliman. Dhe kja është mendimi ma i sakt i komentit të këtij hadithit pejgamberit Allahut. Pra komenti ma i sakt është se umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do ta praktikojë sunetin e pejgamberit Allahut, do ta lojë metodologjinë e pejgamberit Allahut, do të largohet nga besimi dhe forma e besimit pejgamberit Allahut, do të bëhet min ehli dalale. Ehli dalale të humburit. Mirë po nuk do të thotë se do të jetë për gjithmonë xhenem. Bashka është për qëllim vetëm një do të shkojë në xhenet, do thotë direkt në xhenet pa hikma në xhenet. Kjo është për qëllim. 73 grupe janë ndotë të gjithë në xhenem përveç se njëri pala e shpëtuar. Pse thoi pala e shpëtuar? Grupi i shpëtuar, pse i thoi? Po do me thonë ka shpëtu nga zjarri i xhenemit, s'ka një hiç në ta. Pala e ndihmuar. Gjithashtu i thënë pala e ndihmuar. Disa dietar ka thonë mes palës së ndihmuar dhe grupit të shpëtuar s'ka dallim. Unë i takoj mendimit të dietarëve, mes palës së ndihmuar dhe grupit të shpëtuar ka dallim. Pala e ndihmuar është pala që e ka përmend pejgamberi Allahut, ka thonë do të jetë një grup, një palë në këtë ummet e ndihmuar prej anës Allahut, nuk i bën dëm atyre pa marrë parasysh kush t'i tradhton apo t'i zhgënjen deri dvene urdhi Allahut, deri te kiametit. Janë të ndihmuar. Kjo është pala e sunnetit dhe xhamatit. Pala e mujahidave që luftojnë në safat e para për të mbrojtur akidën e ehli sunnetit dhe xhamatit. Kjo janë një grup njerëz të ndihmuar prej anës Allahut në këtë dunja dhe të shpëtuar në ahiret. Ndërsa grupi i shpëtuar a grupin përgjithësi që i ka parimet e ahlisunetit dhe xhamatit, ama ka ndoshta gjunoje. Ama në çështjet e akidet në parimet e ahlisunetit dhe xhamatit është i sakt. Kjo do me thonë, grupi i shpëtuar dhe pala e ndihmuar. Kjo është dallimi mes kësajnë të përgjithshme dhe të përcaktuar. A do t'hinë këto 70 di në xhenem, e meritojnë xhenemin, në thojnë. Do të thotë, këta kanë bo bidat. Bidati qonë në zjarë. Këto kanë bo bidat në dinin e Allahut. Nëse kanë bo bidat të kufrit që i kanë nxjerrë për islamit, do t'jenë për gjithmonë xhenem. Nëse kanë bo bidat që nuk nxjerrë për islamit, do të jenë të përkohshëm në xhenem. Njëri kur e lexon këtë hadith 73 thotë kejt ju në xhenem veç unë në xhenet. E vesi njëri i thonë na për gjithmonë, çish do kujtove ti. Të del ndonjëherë. Kur hiç. Pra do ndërshëm sa kjo me epsh. Pejgamberi Allahut ka desh me tregu, prej 73-ve pakica janë që shkojnë direkt në xhenet. Kush janë këto? Grupi i shpëtuar, që e ka mësuar akidën, e ka mësuar besimin, ahli sunnetit dhe xhamatit dhe i kanë dhënë përparësi akidës para epshit. Këto janë pala e ndihmuar, grupi i shpëtuar që shkojnë në xhenetin e Allahut, ka thënë pejgamberi Allahut, "Kënë në xhenem do thotë meritojnë xhenemin e pastaj janë në mëshirën e Allahut." Pra Esharit, Maturidit, Xehemit, Murxhiet, të gjithë ato të cilët nuk kanë dalë prej dinit të Allahut e meritojnë dënimin e Allahut, si don Allahu i fal. Njëri është për shembull ka qenë murxhie, ka sakrifikuar shumë për dinin e Allahut azza wa xal. Allahu azza wa xal ja mot të mirë dhe të këshirë në ditën e Kiametit. Apo hin xhenetin e Allahut me ndërmjetësimin e pejgamberit dhe kështu me radhë, ajo është çështja e Allahut, nuk përzimin ta. Mi po nash ka thojmë nga parimi e ahlisunnetit dhe xhamatit është se çdo grup që del nga kornizat e ahlisunnetit dhe xhamatit e meriton xhenemin. Pastaj si don Allahu e fal, si don e shpëton, si don Allahu e dënon e pastaj kalon xhenet përderisa se ka dëmtu, se ka prish imanin. A jam i qartë? 70 grupe pa janë që për gjithmonë xhenem jo. Ato që dalin prej këtire 70 grupe prej dinit Allah, nuk morin pjesë as 70 ditën. Mirë po, ke kujdes, pejgamberi Allah ka desh me të tërheq vërejqen, se edhe ato të parë që shtu patëm përqa, edhe të tjerët edhe krishterët, pra umeti jem do t'ja kalon atyre. Umeti jem do t'ja te i kalon atyre me përqarje, urrejqe, dalje nga kornizat e ahlisunnetit xhamatit. Cilët janë ma shumë, ma 70 dia një.
Ha? Cilët janë më shumë? Qa po të një me folë? Ha? 7 e di. Pra janë më shumë. A përshë sa ka ballëk qertë kanë devijuar? E jonë edhe ku e gjede me ti kejto gjallarë, po dojnë drish e ti drish. Po dhe, edhe të 7 e di, krejt 7 e di. 70 e di ko ka foli. A mo kiton vic një. Më konë në sistemin demokratik, ato këshin një gjennet, ki një në gjennem. Për shkak se ato me vota këshin mujt. Apo? Ato me kallaballëk. Për ata kallaballëk ki, jonë gjdo ras, për shumicën e rasteve, e përfajtsojnë bidat gjitë. Si thot Omer Mikatabi, se këtinve i ven mërzi, me mësu hadithët, me mësu akiden, me mësu rrugën e Elisunnetit, për ata i mshojnë rrafsh, edhe i e kodon mirën me bidatët. Pse mirën me bidatët, se i ven mërzi me mësu hadithët. I ven mërzi me mësu sunetin e pejgamberit Allah. Pra bidat gjitë janë mërzi lavshat, janë ata të cilët e kanë lonë sunetin e pejgamberit Allah, se kanë pritu me ndëgju. Kanë prituan ata me mësu, bolë shahadeti edhe mos në qonë manaton, për çka këme që këta ta mojmë që këta inshallah hajër. Inshallah hajër. Pra leo të ndërshëm, këja është komentin shpika të shkur të ra, mbi hadithin e pejgamberit Allah, ne vazhdojmë me pyetjet të cilët janë vijim. Selamu alejkum, mos gjëndëruat, a lejohet që të mësojmë, ose të marim diturin nga bidatxhit, jemi përgjigj, Allah, a lejohet të mësohet në shkolla ose fakultete ku janë të përzira gjem dhe vajzë. Jo. Bani shkollat të ndomë. Selam aleikum, më gjithërura, a mund të bëj dua për një vajzë e cila nuk është shumë e uzuar në islam? Po si jo, vetëm se mos ban dua që ti ta mirësh, po ban dua që Allah ta uzon. Selam aleikum, më gjithëruar, në qovë se me një saf, ka mur, apo stup, apo safi është i ndërpet, çka duhet me vepru? Duhet më falë. Pra vëllezër të ndershëm, sa i përket hadithit që thojnë se mos u falni mes dishtillave se falen vëllezërit tanë gjinët, hadithi është i dobët. Është i qartë. Mes dishtilla mos u falni se vëllezërit tonë gjinët falen. Ha? Pa ata mos i ngushtoni ato, hadithi është i dobët, pa nuk është i vërtet. Mes distubave lejohet të falet edhe pse nuk preferohet. Pra nëse ka vend xhamia ku falesh dhe ndërprehet safi, atëre hik pa mbak mamas edhe bane safin të ngjitur më e mira. Se transmeton Ibn Abbasi tha, na nuk kishmi qef që të ndërprehet safi. Megjithatë, nëse ka kallaballëk dhe ngusht ban që të ndërprehet safi dhe nuk ka problem dhe nuk ka gjuna as me kru. Vetëm në rast se kur ka mundësi, ku ka hapësirë, mos më ndërprehet safi është më mirë. Selam aleikum, mos gjendëroj në qoftë se një njeri e përgojon një vëlla apo diken prej njerëzve. Aja qonë kejtë se vapët për shkak se ai përgojon apo i ka bon gibet. Ju lutem një starim. Nëse si a qonë krejt bëgji qonë. Përgojimi ashtë ti grabit se vapët. Për ata Bedrodin, muhadithi, Bedrodin ibn Qema thot me pas përgoju, goja e me dikan e kishna përgoju babën tem. Mi pas bon gibet dikujt i kisha bo babës tem. Pse? Tha se ja kishna dhonë bare se vapët babës tem. Hasan e Basriu, kër i ka njoni, ka thonë njoni po flet për ti, e thot ecka, e ka im rejnë, e ka mushën një pjat me urma, ka thonë qoja. Ka thonë pëse mëra? Ka thonë vallaj, s'kish në diçka ma të vlerëshme. Tha po, pëse bi qonë ati që po të vendon, po të përgojon. Tha po, a ki gjithë më mirë të nejnë shtratin tanë, a ti jep se vapët, thotu në s'kish në shka mi dhonë, ta falem droj ata për këto se vapët që mi ka dhëru pa u lodhë. Për këta si e ledhë të ndërshëm, kjo është gjua e cila ishlien se vapët, ta notën i badet në sabab përgojim edhe shkun të ajqetri. Në drezën e që tërkujt. Për ata ledhë të ndërshëm njoni e përgojon të Ibn Hajjaji. Hajjaji ka qenë. Ka thonë, prit. A ban dishka të ban? Hasan e Basriu, kia është njoni për ati ka thonë prit pak. Ka thonë, gjunoj ma i vogël në regjistrën tonë në ahiret, a shumë ma i kërë se kejtë gjunoj të Hajjajit. Tha pse? Sa the me gjunajnë tanë shkon gjenem, me gjunajnë të Hajjajit nuk shkon gjenem. Me gabimet e Hajjajit nuk shkon gjenem. Shkon gjenem me përshkak gjunave tua. Pra ata thanë, një gjunan në kandarin tanë, ashtë ma e keqe se keq gjunojnë në kandarin e Hajjajit. Shka për mirë me Hajjajit. Erdhën e pitën Hasan Basriu, qka me ndonë ti për Muavijen dhe Aliun? A i boni konak 3 ditë, tha ki e me nejtë Allah? Tha jo për shkoj, tha po përgjigjen s'ma dhe. Tha hip ndejve të galzoj. Hipi ndejve, tha bani selam atilve, tilke ummetun kad khalet leha ma kesebet walekum ma kesebtum wala tus'eluna amma kenu ja amelun. Aja është një ummet që i ka kalu. I ka morë meritët e veta. Ju jeni një ummet
që keni më llogarit për meritat e juaja, nuk keni më pit para Allahut para to. Neve si kur advokat, Allahu ka më na pit, po vend gjuna. Pra ta Ibn Taymija bile ka folë për gibetin, tha disa të modernizuar fetar të cilët bëjnë gibet. A që ki bëjnë gibet? E pave miskini, subhanallah, kishtë eran këtë gjuna, kishtë bon këtë, ha? Edhe tha e paraqesin se ki devotshëm. Tha gibetin në fond në tërthorazi. Pra ta e ka mojt një ligjerat, sa më kujtohet kur ishmi në Kairo, gibeti tërthorazi që shbohë. Gibeti tërthorazi bohë që shtu. Merë keq valla, sa mirë ishte për para, katastrof ishte bo. Po shko mëra përmisoj e këshilloj. A gibet Allahu ka thonë të bëjë. Kjo thot është një formë e gibetit modernizuar. Ata të cilët s'ko shumë të mirë, s'kanë që meron gibet e rujnë gjuën këto. Mirë po i ven keq shumë. Mi pasar keq kish bo doha. Mi pasar keq e kish ardhe e kish këshillu. Mi pasar keq e kish praktikuan formën dhe manirën e sunetit pejgamberit Allahu. Për ata kështu kanë vepru të parë tonë. Do t'i nderuar holë, selamu aleikum, ka thonë disa se duhani është haram. Po mirë, po kush e mjellë duhanin, ha, to izmet i bojnë duhanin. I pohën kur t'ja kallin cigaren, tap edhe ka, dorën gjikës, trak. Bujrën. Ha? Ta me thonë që kap njoni ka cigaren, bujrën selam baba ti ka bon. Punë të madhe. Qetri ku shkoj e dhonë rispetu, si cëlli ka një paqet cigare. Se vapi madh janë të bon, apo? La dhe të ndëshëm, aj që e mbjell, mos me la i kiste pi. Pra ta i kini po, kejt, e shkujnë paqet, a kupton, është i rrezikshëm për jetën. Ta është edhe fotografia kanë qitë, a kupton, kushën i kujnë atë dalhaki, po nalë në mëna mos e prodhoni edhe u kri puna, s'kena nevoj për fotografia. Në shkojna nevoj, mos na i pini cigare. Mo behoq, bashkë kur e kishit në Ramazan, bashkë për daoni. Ha? Pra leo të ndërshëm, Ramazani është rasti i largimit nga doni. Ti pele Allahin gjatë në të nditës, e se më pele doni. Tha valla doni, nikotini është shumë i keq. A ki pitën ja? Jo, s'po ja deshe. Pra nikotini është i keq. Po edhe ushqimet qera janë të dashura. Organizmi i lip, ama e ki bon një jetë. Para Allah, ki lip ndim për e kujt, pe Allah, aj që lip për ndim për Allah, i bëhet let. E vështira, i bëhet e let. E vështira, i bëhet let. A më ti e ki mbështet të katit tanë. E kam provu një ditë rritit, ja, që tërkamen, pra ta Ibn Qayyim i thot kështu dështoj. Aj që pendohet të Allah, i len gjënat, i len haramët, shkon pak me aton të në qaros vetën. Pra dhe të ndërshëm kështu shtridhet. Ka thonë se petkën për para ku lajshin korit, ha? Masi a shka bajshin? E shtridhshin. Me vetë me boj intervjis këtë petkën, atë dhim këtë qysh jo. Ama pse po më shtridhni? Terë është ma shpejt. Pra atë Allahu Azza wa Jalla i shtridhen. Pra ja banë të vështirë që shtridhen. Pastron nga gjënat ma shpejt, a i se kupton. Tha vish pak edhe pak me bon sabër, ku t'ish mbrek të poshtë të pozit. Jo, bas menja së më shkoj. Po kalle maranja. Problem se kanë percepcion, a i që le donin duhet ma i spari duan gjitë mi bojkotu. Ma i spari mos me shku të ato që pinë dohan, ku mi gjejtë që ato. Ta është edhe gradë mu. Kanë përparu. Hani gradë me të modhe, ines kanë hinë këtë tunel. Pra ta leo të ndërshëm, keni kujdes për shkak se dohani është haram, me shëriat, me Kur'an, me hadith dhe me fjalë të djetarëve. Qish me dohani haram, a ku do sakon atë ku? Allahu Azza wa Jalla ka thonë, wa hillet lekum at-tayyibatu wa hurrimat alaykum al-khaba'ith. Ju kanë leju të mirat dhe ju kanë lënë bima e mirë është halal, bima e keqe është haram. Pa bima e dohanit, deri sa kam lexu se edhe bletat kur shkon të lulja e dohanit, bleta ekzekutojnë të dera. Jashtë, ti donë me na i thuar, me na i prish mjaltin, unë e mushkëni ti kam prish, me kam gajle ti për mjalt. Mirë po bletat nuk e lon me im bletën që ka thithën ka shku në lullet e dohanit. E aj që e mjela ka se vape? Po qëfar se vape ma? Ki gjunajin e kejtve e ka që e mjel. Ka se të të tini me dohanë në bërë. Pra nuk më bën kërat, ha? Ja. Pra shpijet për maroj këna mërahat së më bankën.
Që ka qipu da tregon, ata të cilët e ka mjell donin, dhe unë e njoh shumë fshatra që para luftës dimenja, ato fshatra që e zhvillon luftën. Pra, erdhën shkijet, ja urxhun edhe shtëpijet që janë kanë marru me duhan. Pra selam për ato pi baj. A di se këto fshatra si Mateçi, Hotla dhe këto ketë me duhan. Edhe përpara thoshin, po mos me mell duhan desmi. Apo, mell një duhanin, e ponun gjenerate argjuan, i maruan pallatet, erdi me njishi ja rënoj ja qitim patoz. Aja për fillim. Tash po mellin. Alhamdulillah, mo ja ka nisën të nxez tash. Me shit disa me mell se pa duhan. Edhe pse i nem ta i ndunjo dhe në akiret. Ska bim të cilë ka pun ma shumë se duhani. Pra në verë pun, vesht pun, dimën pun. Duhani është bima ma e fëllic që ka arë për një venit që ditë shumë. Kër ka ditë Evropa edhe Azia që ka duhani. Po kër e kanë zbuluar në Amerikën, ajo i ka dhonë, mbretresha gje i ka dhonë një hedije, një qese me duhan. Kitona pastaj ka depërtuan, pra me zbulimin e Amerikës, është për hap kjo bim dhe ka ardhën në Evropë. Tërë frikë nuk kanë ditën. Tërë para zbulimit të Amerikës e kanë ditën shka dohoni? Jo. S'kanë ditë shka dohoni, mas ka orë. Për ata kjo është haram, lusim Allah në zëgjet. Sa kohë i ka? Po pa ka këtë gjithë. 100 vjet i ka. Jo, ma shumë se 100 vjet. Po me gjitha ata, thash do me thonë, i ka afërsisht 200 e dishka vet, apo 300 vjet. Selamu alaikum, elhamdulillah kemi disa xhamia që falen si pas sunetit. Mirë po është arsye se këto janë xhamati jon, i kujt inshallah. Dhe vallahi sunetit shkon fal taravit te xhamia që falen shpejt. Dhe që i fal 8 rekat nuk e shton as një rekat më shumë. Ki bërzaka, ma i shpejt se ato. Del për xhamiës, i mrami hi, i pari del. Pra nuk banë kështë. Fali dire qatë si duhet. Se Allahu Azza wa Jall nuk ka nevoj për me bon fiskaltur, për Allahu Azza wa Jall ka thonë me bon ibadet. Për këtë arsye, nuk arsjetohen ata që e ka ndarë sunetin me një kohë. Edhe bajshin probleme me o gjallar pëse s'po falen si pas sunetit, e pastaj kur krijohen kushtet e sunetit nuk i gjejmë ata në safin e parë, po bile edhe në xhami zori kije me gjetë. Kjo është gënjim, Allahu na rujt. Kjo është gënjim, runa Zot. Për këtë arsye, muaj devotshmërisë është muaj që Allahu me gjetë ati ku të ka porosit dhe mos me gjetë ati kur s'ka qef Allahu me të po. Selam aleikum. Si ka mund me i bon vezvese shejtani Ademin në xhennet. Hade, qish ka bu? Tisa e o gjallari kanë po ku e komentojnë se si ka bon se vezvese shejtani Ademit thot ja ka bon me sim pi jashtë. Dil jashtë galzoj dishka dhe ka dojnë. Sa që vërtet? Dikosh tjerë ka thonë, ka transmetime, ka i ndo me thonë në trupin e qarpnit. Edhe ka i në xhenet, jo, edhe kjo jo. E të nga disa tjere ka thonë, po jo, po Ademi sa konë në xhenetin që kena me shku, po cëllin xhenet e konë me një boqe. I kanë thonë ju në rabe xhenet. Edhe kjo sa e vërtet. Pse sa e vërtet? Se Allahu ka thonë, kër e ka larguan Ademi prej xhenetit, ka thonë zbrit në tokë. E të ki xhenet ku akon, inshallah. Ka thonë zbrit në tokë. Pra këtë arsye ki ka qenë xheneti Allahu. Mirë po në të ko shejtoni se ka pas ndalume me i në xhenet. A e kuptu? Se ka pas. Nuk e ka pasën të ndalume me hi në xhennet dhe ka hi e ka sprovu. Mirë po si i ka zonë bes Ademi a shejtonit? I ka zonë bes, Allahu na tregon arsye në surat Al-Araf. Që i shejtoni thot Allahu Azza wa Jall faqasamahuma inni lakuma lamina as-sadiqin. Ka bo be në Allahu në rrejshëm. Kur ka bo be rrejshëm shejtoni pran Ademit, Ademi se ka ditë se ka guxim një krijes e Allahut, mu betu në Allahu në rrejshëm, për ata i ka besu. A di shka du me thonë me bo be në Allahu në rrejshëm? Pasha Allahu, më rrejnë në tonë. Do të thot i jap drejtë Allahu të hakmirë, këtë kuvetin të përdore kundra meje nëse rrejnë. 2. I jap drejtë Allahu, e legalizoj Allahu,
që rre nëse rrit ma që se rre në shesh. Kjo do me thonë pashallah. E mërë të vesh tash? Pse sa gjuna i madhë kanë? As tutesh që Allah e këpërdor kuvetin tanë kur bajsh bej pashallah. A do të qertë e shkeli Kuronin. Që shkeli Kuronin? Po ti si ta shkeli Kuronin del pife. Kja bindje e shiave rafidhit të cilët da i kalnon të ne. Valla e shkeli Kuronin. Që ma shkeli Kuronin? Me shkeli Kuronin del pife. Që të shkeli Kuronin? E pa ta parçallim e nëjtë dorën mbi ta. As këta kja bidat. Sa është pej fejës Allah. Pa dhe ishte me thonë e puthi, edhe kjo s'ban. Po Kuroni s'ka arë më puth. Kuroni ka arë më lecu. Kuroni ka arë më kuptu. Kuroni ka arë me praktiku. Me punu me ta. Mu gjiku me ta. Me dasha ta. Me ushëru me ta. S'ka ardhë në Kurani Kerimi. Për më puth. Pra dhe të ndërshëm këta janë bidatet të cilët dërvishat të i kanon. Po të shas të patelon në shashin gjerza, sa shmitra, këtë tuja. Sa në tonët? Aja që sa e jonë, thënë sa e jonë. E ameri Allah të shijoni. Soneti ti a shijoni. Bidati sa shijoni. Duhet me thonë sa stop. Fund. Apo për pare na kena dit 40 dit para shmitrit, 40 dit mar shmitrit, 40 dit para shëngjerëzit, 40 dit mas shëngjerë. Apo, i kanë motë kohët me shëngjerë. Po dhe, ato kanë dasht me na bo krishter, po si ja kanë arrit. A kanë dasht. Beogradi a ka pas xhamia? Pas a i ka thonë Belgrad. Belgrad do me thonë qyteti bardh me xhamia. A ka dhe një hiq. Tash elhamdulillah do të ndërtohet inshallah xhamia me në Ballkan. Tu elhamdulillah. Se Allah azza wa jall ban çudira. Inshallah bojmë iftar një ditë Beograd. Amin. Edhe në Sfiti Nikol edhe në Bitol edhe qërë. Bitol, e adi pse Bitol? Kam të regu për barë. Bitol në kanar këto modernizuar manastir. Manastir do me thonë kish, ja kena thonë atin vëq, ja kena morë alfabetin. Se ati a shkujtën, alfabet. Alfabeti shkot ti në manastir, s'din me lezu shqip. Alfabet pas e shkujt ti. Bitol do me thonë Bejtullah. Shtëpite Allah, 148 gjami Bitoli me rëthin. Ku janë? 120 gjami Selanik. Allahu na mundsoj Selanik me boj iftar, inshallah. Walejse dhalike ala Allah i bi aziz. Për Allahu nuk është e pa mundër. Për Allahu nuk është e quditër. Për Allahu nuk është e pa mundër. Për ata këto ne kanë dhënë këto elemente. Po wa shapk. Që. Po shalipi shapka e popi dhe gjë? Pse shali hoxës nuk ke? A i kejtë hafazëllar të tova ki po wa shapk. Dola pak të freskona që e më po wa shapk. Shapka e popit. Pra dhe, ka këto dhe kodret djelit. Që ma kodret djelit, a i bash djelit e gjës i be, për ata nuk shkrijet bora tërvon. Po gjithja mara shali hoxës. Ban? Kapuqi hafazëllarve. Ja zban se pas taj ekstremist. Kriqat të cilën gjavë dhe shmajtë sa në ekstremizëm. Si janë radikalizëm. Këto janë tolerancë. Kriqi gjigant tolerim. Minorja e shkurt, minorja e shkurt e radikalizëm. Apo? Radikalizëm, se po në ham, po hajmë bari. Thanë edhe majmuni mos pi hajke banonët pa i qeru. Pi qeroj këtë në pi hajke. Tha njoni kur kena qenë përëndim, tha në i dhanë ka një banonë, Gjerman, cefte. E me thamë, se ashe maru me mishthivi. E qetri pak fe ishte zaif, tha e hangar. E përves dhe me të gjekë, tha unë që se hongra, tha pi thamë, a ishte e mirë be. Ani mrenë, shka ishte e mirë, e kështë hongar me jetë livore. Ska mo, edhe majmuni për qeron banonët. Ska mundësia jo politik e mik të ishit të dikujt. Në vërtet, pas di me njëshit, ja dhëm banonët, ati që s'ditën me i qeru, amo në të ardhmen, inshallah, do të vedisohen muslimanët dhe kjo ka kajrë. Selam aleikum, në sejde, hoxha po pritë shumë, unë pak di dua, a ban me bon shqip të lutëm, ban, si jo, kush ka thonë se s'ban. Vetëm në farz nuk e kanë preferu. Kur thamë nuk e kanë preferu, njoni në farz ka bon dua shqip, a ja prish namazin jo. Pse se kanë preferu në farz? Pse po ban dalim mes farzit sunetit? Sa po s'kanë bon? Pra po baj dalim nga se pejgamberi Allahut farzin e ka falë në tokë, ndërsa sunetin edhe në automjet edhe hipër. Edhe në mjet. E ka falë në deve. Ka toleru pejgamberi Allahut për sunetin që s'ka toleru për farzin.
Sunetin e ka fal ka kthi devja, ndërsa farzin a kthi ka kibla. E para ta nuk e preferoj që të shtohet në farz diçka pse, se për mangësit e farzit logaritmu e për mangësit e sunetit nuk logaritmu. E kini qartë. Para ta ban me bon shqip, s'ka problem, edhe pse në farz nuk e preferoj. A lejot moshkulli, po çka të baj une? Çka të baj? Subhana rabbil ala e di? Po, thash 3 herë, 10 herë, 15 herë, 20 herë, çka problem? Që, po bajnë ka më shumë? Ha? Mos po bërë si kur ai hoxha i hiç thojke. Qaj Xhamatliu i tha, veç ka një herë, valla, une po më parri me thonë, se që shpejt, tha une hiç po tha me ti ka një herë, 3 herë po të me thonë. Une hiç, në taravi hiç. A lejot, moshkulli minut kom t'jeni përgjigj. Assalamu alaikum, një sqarim rreth hadithit ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka besu njoni i cili nuk e don për vëllaun e vet. E ti atë që e don për vet. Do të mirën atë keqën. Ha? Nuk ka besu as njoni nga jush, përderisa nuk ja don vëllavit të vet atë që e don për vet. Njoni për ata tha jashëron se në birë tha se unë kam merak edhe po ta qef edhe aj. Se vllazni jena. Njoni tha ja dhash një paqet cigare mallborët kuqe për shkak se edhe unë çato i pi. Apo njoni ka jo, po ka ardhur në transmetimin e Al-Bazarit që hadith thot la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Nuk ka besu as njoni prej jush që nuk ja don vëllavit vet të mirën atë që e don për veti. E nuk ka besu, do me thonë si mos ja dosh del pifeja. Ha? Jo. Po do pësot imonin. Imoni vajib noksan lëk bont, me noksan lëk. Ha po? A i thoni kështu? Ha? Do me thonë, ki e noksan imonin. Qëli imon? Iman mustahab, kena imanil mustahab, imanul wajib dhe aslul iman. Ha po? Ko mos ta kish ke celsi, të ke mëlla e kupi fmit kur bajnë që i zhurëm, të ke du të ha njonin a mos cëllin speditash. Ha? Ato qa fmit, apo? Kujdes. Pra leo të ndërshëm, imanin wajib e dëmton mos me jadash vëllavit tan atë që e donë për veti. A do me i në gjennet për veti? Po, mëra si jo. Shkuna, përshe? A donë me i në gjennet? Po, e pse për vëllavin tanë zdo? Shiqirë, u largua, po. Shiqirë, devijoj filon. E ka pas, ka ip skije, vaj. Mo, ti ka ip. Edhe ti gëzosh, alhamdulillah, me ta viqunë. Po ti dëmtove imanin tanë. Iman wajib, ko e kije që si a donë vëllavit tanë, atë që e donë për vete. Pra kja është kuptimi hadith pejgamberit Allahut. Selamu alaikum, cili është emni më i dashur apo i preferuar te Allahu për fjalon emnin fëmijës, vajzë apo djalë. Emni më i dashur ka në hadith Abdullah Abdulrahman. Emni më besnik Hammam dhe Harith. Këtë hadith ka arën për hadith pejgamberit Allahut. Emni më i dashur te Allahut që Abdullah Abdulrahman. Emni më i vërtet është Hammam Harith. Që shka në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cili është emni më i mirë? Emni më i mirë, më i preferuar është emni pejgamberëve. Pastaj Ibrahim, Musa, Isa, Idris dhe kështu me radhë. Ma e çuditsh me njëri e kam dëgju se emnin e pejgamberit Allahut e ka pasën, e ka ndru. Pi Idris e ka bërë tjetër. Emri e pejgamberit nuk përpërqen? Emrat e pejgamberëve, emrat e sahabëve, emrat e grave të sahabëve, ata të cilët janë lavdru, janë përmen në Kurani Kerim, zotëreshat e grave, 4 gra janë zotëreshat e xhennetit Allahut. Asia, kush është? Gruaja Firaunit. Tjetra, Merjem. Nona e Isajs, Khatijja, Aisha. Ska se emnët kanë dikim tek njerëzit. Kur ti thësh Omer, njoni e shef ka qef më konë si Omeri. Apo? Tjetri Ebu Bekr. Që ka pos emrin Ebu Bekri? Ha? Othman, apo? Apo Abdullah? Othman, ha? Përfundimisht? Bravo. Pra,
Njoni ja le djalit fëmijës ati Othman. Alhamdulillah. Ja len Ali. Ha kur se këto të modernizuar do të na dalin kërje kupton. Vet blerta. Thot a është Kur'an. Njoni ja kishte emrin Hased. Çish më Hased? Qetri lem yekun. Ta çka emrin lem yekun? Çish? Lem yekun ta Kur'ana. Lem yekun lahu kufuwan ahad. Po lem yekun çka të më thon më. Lem yekun sakon kur, sakon burr, sakon zazgjo. Zazgjo. Lem yekun. E kja mëra e kja këtë e bëndroja? Pra lloj emni po nim këton bashkëora, Allahu na përmirësoj gjendjen tonë. Selamu aleikum, qish me pranu namozi i vitrit në Taravin ku imami qëndron në tejatin parekatin e ditë. A pranohet, do me thonë, vitri kur e falin sikur të na, i falin dire qatë ullet, pastaj ngritet. Kurse pejgamberi Allahut ka thonë, mos t'i përngjaje namazi vitrit namazit akşamit. Pra nuk lejohet, apo nuk preferohet që të rrim në ulljen e parë. Kur ta falmi vitrin 3 rekat, nuk rrim veç në fund. Apo i falmi 2 rekat, japi selam e pastaj 1 rekat. Njëri thot po e di këta, po çka puna kur po fal namaz në imamit, ai pe falen sikur që e falin hanefit. Kushtimisht po tham, a pranohet inshallah. Edhe pse nuk është i pëlqishëm kjo, nuk është e pëlqishme kjo formë, Allahu e din. Selamu aleikum, a e prish gjaku abdesin? Jo. Hadithin të cilën janë bazu me dhebi Ebu Hanifës rahimahullah se gjaku e prish abdesin, hadithi janë shumë i dopt, nga se zinxhiri është i shkëputur. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na mëson dinin e tij dhe lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na jatron atë të cilën e kemi harru. Allah ju shpërbleft për ndëgjimin, Allahu azza wa jall ju shpërbleft për respektin dhe inshallah këto pyetje do t'i lëm ditëve tjera në vijim do t'i përgjigjmë. Për shkak se disa pyetje kanë nevojë të detalizojmë më shumë, ndërsa disa të tjera thuj se janë të përsëritura. Ati ku e shohmi të arsyeshme që të sqarojmë, që të dinë muslimanët, do të sqarojmë. Ati ku e shohmi që duhet të kalojmë më shpejt, kalojmë. Allahu azza wa jall më mirë din. Allahu ju rujt, Allahu ju shpërbleft. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu